Përshëndetje të gjithëve. Ka shije që nuk harrohen kur, shija që na kthen pas në fëmijëri, te aroma e supës që vinte nga kuzhina e nënës, me vetëm pak përbërës dhe shumë dashuri. Kjo supë jo vetëm që të kënaqë dhe të mbush stomakun, por edhe shpirtin. Ndaj sot me ju unë do ndaj këtë recetë që më kujton ditët e bukura të fëmijërisë, supa tradicionale me domate dhe makarona të vogla. Ndërkohë që në tenxhere ziejnë filetot e pulës, në tenxhere vendosa një qep dhe vaj ulliri. Kam 3 domate të pjekura mirë, i pastrojmë nga lëkura dhe do t'i kalojmë në blender. Natyrisht që do t'i presim në pjesë të vogla dhe më pas do t'i kthejmë në pure. Qepën e kam vënë për kaurdisje në zjarr të ulët. Pasi do grim domatet i kthejmë në pure, por do soptojmë edhe filetot e pulës të ziera. Këtë recetë mund ta përgatisni jo vetëm me mish, por edhe pa mish, kjo shijon shumë. Ose mund ta përgatisni me çfarë do lloj pjese të pulës. Tomatet i kthyem në pure, edhe filetot e pulës kanë zier. Filetot mund t'i kaurdisni edhe bashkë me qepën, por këto ishin filetot të pulës së vendit, pulë fshati, dhe duhet patjetër që të ziejnë, janë pak të forta. Taj unë zjodha t'i ziej dhe më pas t'i coptoj me 2 piruna. Kanë zier shumë mirë, sepse piruni ngulet me shumë lehtësi dhe filetot janë shpërbër. Shkëputën kollaj me pirun. Edhe filetot unë do t'i shtoj tek qepa që kaurdiset. I kemi gati, i shtojmë në tenxhere dhe qepa ka filluar të marrë ngjyrë. Shtojmë filetot e pulës. I bëjmë një kaurdisje për 2-3 minuta. Dhe më pas do shtojmë domatet e kthyera në pure. Do t'i lëmë në zjarr domatet derisa ta avullojmë plotësisht lëngjet. Kur ta shikoni që nuk ka më lëng domate, në këtë moment është gati, do t'i shtoj makarona. Kam zgjedhur këto makaronat në formën e elvit. Është një filxhan çaj i mbushur me makarona, ose një gotë 200 ml. Lëngun e filetove të pulës unë e kulloj. Kam diku tek 1,5 litre, i shtova edhe një gotë me ujë. Thjesht do ta rregulloj me krip. Do t'i shtojmë pak piper të zi dhe do ta lëm të zijnë për 10 deri në 15 minuta. Nëse i doni shumë të ziera makaronat, atëherë lërini 15 minuta. Por kjo supë ka tendencë të trashet edhe kur qëndron, nëse nuk konsumohet brenda 30 minutave. Unë po i lë të zijnë për 15 minuta. Grim dhe një tufë me majtanos në fund. Dhe supa për më pak se 30 minuta është gati. I përziej mirë, i lëm dhe 2 minuta dhe më pas fikim zjarrin duke e shërbyer kështu të ngrohtë. Faleminderit që qëndruat me mua deri në fund. Shpresoj që kjo supë t'ju sjellë të njëjtën ngrohtësi dhe kujtime të bukura, siç më sjell mua çdo herë që e gatuaj. Shihemi në recetën e radhës, deri atëherë gatuani me dashuri.